Mirë se vini klas. Në rregull, le të futemi thellë në këtë temë. Sot do të shpalosim atë që ngjan fiks me një skenar filmi, por që në fakt është jeta e vërtetë e Gjergj Kastriotit, ose siç njihet nga të gjithë ne, Skënderbeut. Nuk po flasim thjesht për një gjeni ushtarak të së shkuarës, jo, po flasim për atë histori të jashtëzakonshme, gati të pabesueshme, të një kombi të vogël që arrin të mbijetojë përballë njërës prej superfuqive më të mëdha të atij shekulli. Nga fushat e pluhurosura të betejave të shekullit të 15 e deri te sheshet e qyteteve tona sot, ky njeri vetëm u kthye fjalë për fjalë në simbolin absolut dhe të përjetshëm të lirisë, rezistencës dhe identitetit kombëtar. Pra, për ta zbërthyer gjithë këtë, ja cili do të jetë udhërrëfësi ynë sot. Së pari, pengu që u bë rebel. Së dyti, bashkimi i princave. Më pas, pika e tretë, atleti i Krishtit. Së katërti, do të shohim trashëgiminë e flamurit dhe krejt në fund, simboli modern kombëtar. Pjesa e parë, pengu që u kthye në rebel. Kjo shënon atë kalimin e jashtëzakonshëm nga një komandant i lartë osman në një hero të padiskutueshëm shqiptar. Për të kuptuar se si ndodhi eksaktësisht ky transformim, mjafton të ndjekim këtë kronologji. Gjergj Kastrioti lindi në vitin 1405, brenda familjes fisnike të Kastriotëve. Por këtu nis drama. Ndërkohë që perandoria osmane po zgjeronte vrullshëm kufijtë e saj, ai merret peng që në moshë fare të re. Dhe ai vini re ironinë absolute këtu? Vetë perandoria stërviti, ushqeu dhe rriti me duart e veta, pikërisht atë komandant që shumë shpejt do t'i kthehej në makthin e saj më të madh. Pas një shkollimi të shkëlqyer ushtarak në oborin osman, gjithçka përmbyshet në vitin 1443. Është ai momenti kur ai merr atë vendim jashtëzakonisht të guximshëm, të braktisë përfundimisht ushtrinë osmane për t'u rikthyer në abdhe. Tani, ajo çfarë është vërtet interesante këtu është vetë titulli Skënderbej. Gjatë kohës që shërbente në ushtrinë osmane, ai e fitoi këtë titull me zotësinë e tij, një emër që në fakt bën një lidhje të drejtpërdrejtë me vet Aleksandrin e Madh. Një vlerësim i rrallë ushtarak apo jo? Por, sa do lart të ishte ngjitur në rangjet e një ushtrie të huaj, rrënjët e tij, a identiteti thelbësor shqiptar, mbetën krejtësisht të paprekura dhe të pandashme nga qenia e tij. Ai thjesht nuk e harroi kurse nga vinte. Kalojmë te pjesa e dytë. Bashkimi i princave shqiptar. Kjo shënon edhe përpjekjen e parë historike për unitet politik. E po, sapo ai mori kontrollin e krujës, lindi një nevojë urgjente për veprim. Pse? Sepse gjithë ajo gjenialitet ushtarak do t'ishte absolutisht i kot pa pasur një unitet politik brapa vetes. Dhe këtu hyn në lojë lidhja e Lezhës. Kjo ishte një aleancë historike që ai arriti të formonte duke bërë bashkë princat e pavarur shqiptar dhe duke i kthyer ata në një forcë të vetme rezistence. Nuk po flasim thjesht për një mbledhje komandantësh rreth një tavoline. Kjo ishte nga përpjekjet e para të vërteta dhe madhore për një bashkim politik në historinë tonë. Ai diti fiks se si t'i binte këta fisnik që t'i linin me njani natet apo interesat e tyre të ngushta për diçka shumë herë më të madhe. 25. Ndaluni pak dhe mendojeni këtë. Ky nuk është thjesht një numër në ajër, është një tregues i jashtëzakonshëm qëndrueshmërie, ndoshta edhe pak absurd po ta analizosh me ftopsi logjike. Për plot sherek shekulli, Skënderbeu i mbajti larg ushtritë masive osmane. Dhe a e dini çfarë është më e forta? Këtë e bëri me një numër jashtëzakonisht më të vogël ushtarësh. Ai thjesht hodhi poshtë llogaritet çdo strategu, duke ndalur makinerinë më të madhe të kohës që të zgjerojë lirshëm. Dhe qendra e rëndesës për këtë rezistencë epike prej 25 vitesh ishte pikërisht Kështjella e Krujës. Ajo u kthye në atë spirancën fizike të mbjetesës së një kombi të tërë. Ushtritë osmane i amësyn asaj me gjithë fuqinë dhe furinë e tyre shkatruese, duke e rrethuar jo një, por disa herë ndërkohë që ai ishte gjallë. E megjithatë, nuk arritën kur ta gjynjëzonin. Kruja si ishte thjesht një grumbull gurësh dhe muresh, ajo rrithe si vetë zemra e pamposhtur e rezistencës. Pjesa e tretë. Atleti i Krishtit. Le t'i hedhim një sy pak më të gjerë kësaj situate, nga një perspektivë gjeopolitike. Nëse e zgjerojmë paksa objektivin ton historik për tej Ballkanit, situata atëhershme dukej vërtet e zymt. Perandoria osmane ishte një kërcënim ekzistencial dhe marshimi i saj shihej me një frikë të thellë në mbar Europën. Tani, gjithë kjo zotësi e pashoqe ushtarake e Skënderbeut nuk kishte se si të kalonte pa u vënë re nga fuqitë europiane. Ai u njoh botërisht si një nga strategjet më të spikatur të atij shekulli. Kjo i solli mbështetjen e nevojshme nga mbretëria e Napolit, nga Vatikani. Madje, kjo u kurozua pikërisht me atë titullin e famshëm që ia dha vet Papa, Atlet i Krishtit. Pra, pika thelbësore këtu është të kuptojmë këtë kontrast thellësisht interesant mes dy këndvështrimeve. Nga njëra anë, parë nga optika e Europës, Skënderbeu dhe ushtria e tij llogariteshin si një mbrojtje mbrojtëse, një barrierë politike dhe ushtarake që po pengonte zgjerimin drejt perëndimit.
Por nga ana tjetër, për vetë shqiptarët, kjo s'ishte as pak thjesht një luftë fetare apo një lëvizje në tabelën e shahut gjeopolitik. Absolutisht jo. Për ta, ishte një luftë e përditshme, thellësisht dëshpëruese, një luftë për mbijetesë, për liri dhe për vetë ruajtjen e identitetit tyre kombëtar. Kalojmë te pjesa e katërt, trashëgimia e flamurit me shqiponj. Le të bëjmë pak gjurmimin e këtij simboli sa të lashtë, aq edhe aktual. E dini, çdo lëvizje e madhe ka nevojë për një element të prekshëm, një simbol vizual ku bashkohen shpresa dhe besimi. Le të kalojmë më tej për të parë se si ndërtohet këtë rrënjë. Momentin që Skënderbeu hyri në Krujë në vitin 1443, ai ngriti fiks këtë flamur, me shqiponjën dykrenare. Kjo akt shënoi lindjen e vërtet të një rezistence të organizuar. Ky flamur i kuq me shqiponjën e zezë u kthye menjëherë në sinonim të lirisë. Dhe a e dini çfarë është mbreslëndse? Ai mbijetoi. Para mendojeni pak? Qindra vite më vonë, fiks më 28 nëntor 1912, ishte po ky dizajn, po ky flamur thelbësor që u valvit përsëri për të shpallur pavarësinë e Shqipërisë, duke ngelur një linjë drejt për drejt lidhëse mes asaj kohe dhe shtetit modern. Dhe vim të pjesa e 5, simboli modern kombëtar. Le të zbulojmë gjurmën e thellë kulturore që ai la pas, shumë kohë pasi nuk ishte më. Siç e thot historia, Skënderbeu ndroi jetë në vitin 1468. Dhe po, pas vdekjes së tij, e vërteta është se territoret gradualisht ranë nën pushtimin e gjatë Osman, por fryma ajo mbijetoi. Përgjigjen e gjejmë pikërisht te rilindja kombëtare. Figura e tij refuzoi kategorikisht të fshihet nga historia. Shekuj më vonë, ata intelektual mendjendritur shqiptar e morën kujtimin e tij dhe e vendosën sërish në qendrën e vetdijes. Ata e rikthyen Skënderbeun jo thjesht si një hero romantik për rallash, por si një mjet të jashtëzakonshëm, një simbol bashkimi dhe një tregues të qartë atij orientimi të palëkundur europian, thjesht për të ndezur edhe një herë flakën e krenarisë kundër pushtimit. Dhe ky ndikim u shtrik kudo, si një valë e pandalshme. Ne shohim atë të përjetësuar përmes letërsisë, poezisë dhe atyre këngëve epike popullore që u trashëguan brez pas brezi. Edhe sot, po të shëtisni në zemër të Tiranës, Prishtinës apo Shkupit, do të shihni pamjen e tij krenare dhe sfiduese, të skalitur në bronz. Ndërsa për diasporën shqiptare kudo në përbot, ai mbetet një spirancë e vërtet identiteti. Ai është dëshmia e historisë sonë dhe përfaqësimi më i qartë i rrugtimit dhe orientimit tonë europian. Kështu që, në mbyllje të kësaj ore analize, dua t'ju lë me një pyetje thellësisht provokuese. Si është e mundur vallë që një komandant ushtarak i shekullit të 15, dikush nga një epokë e largët me shpata dhe kalaje guri, vazhdon të mbetet edhe në ditët e sotme shtylla më e fortë e identitetit, e unitetit dhe orientimit europian të një kombi të tërë modern. Është një dëshmi vërtet magjepse mbi fuqinë që kanë simbolet historike për t'i mbijetuar kohës, rreziqeve dhe vetperandorive. Shpresoj shumë që ky shpjegim t'ju ketë ngacmuar dëshirën për të gërmuar e zbuluar edhe më shumë rreth kësaj figure të jashtëzakonshme dhe të pavdekshme. Faleminderit që më ndoqët.